i LDK raporton në kuvent Artur Metani, sistemi gjyqësor po përballet me mungesa serioze dhe ngarkesë të lartë. Kreu i Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë Artur Metani paraqiti në kuvent raportin vjetor të veprimtarisë së institucionit për vitin 2024, ku theksoi se sistemi gjyqësor shqiptar po përballet me sfida të mëdha që lidhen me ngarkesën e tepërt të gjyqtarëve, mungesën e burimeve njerëzore dhe vonesat në proceset gjyqësore. Sipas Metanit, gjatë vitit kaluar ILD trajtoi 2854 ankesa, për të cilat 1374 u shqyrtuan dhe 54 përfunduan me hetim disiplinor. Në total 11 magjistrat, 6 gjyqtar dhe 5 prokuror janë proceduar disiplinarisht me masa që variojnë nga shkarkimi nga detyra deri tek vërejtja konfidenciale. Ngarkesa e magjistratëve në gjykatën e Tiranës është jashtëzakonisht e lartë. Vetëm për vitin 2023 një gjyqtar ka trajtuar mesatarisht 1176 çështje, ndërsa mesatarja kombëtare është 841. Nga 80 gjyqtarë parashikuar në organik, vetëm 43 kanë ushtruar detyrën gjatë vitit, theksoi Metani. Ai paralajmëroi se mungesat në sistem po ndikojnë drejt për drejt në zvarritjen e gjykimeve dhe në cilësinë e vendimarrjes. Vetëm në vitin 2024 ILD ka hapur 51 hetime disiplinore për vonesa të pajustifikuara dhe ka kërkuar procedim disiplinor për 17 magjistrat, mes tyre 8 gjyqtar dhe 9 prokuror. Në fund të fjalës së tij, Metani u bëri thirrje Këshillit të Lartë Gjyqësor dhe institucioneve të drejtësisë që të marrin masa për rritjen e kapaciteteve njerëzore dhe forcimin e efikasitetit të gjykatave me qëllim shmangjen e mbi ngarkesës dhe garantimin e funksionimit normal të sistemit gjyqësor.